sa të sakta janë leximet e chat GPT-s apo të inteligjencës artificiale? Pse duhet unë të paguaj një lexim me letrat tarot apo një lexim astrologjik kur mund vendos të dhënat e mia në chat GPT dhe për punë sekondash marr një lexim falas nga komoditeti i shtëpisë time. E ndjeva për detyrë si një astrologe dhe një lexuese e letrave tarot profesioniste për 5 vitesh tashmë, që të hetoj dhe të testoj chat GPT-n për të parë se sa të sakta janë leximet që realizon. Çfarë zbulova, do thoni ju. Në radhë parë, nëse ti vet i ke letrat tarot apo letrat e orakullit, le të themi për shembull ke vendosur të porosisësh tarot e para shqiptare, letrat e mia, dhe ke një pyetje, do të dish se si do të shkojë diçka në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, i hap letrat, ulesh, mediton, zgjedh me intuitën tënde një nga letrat dhe i vendos përpara, i bën një foto, ja dërgon chat GPT-s. Të tregon për secilën letër kuptimin dhe të jep një ide të përgjithshme. Kjo të ndihmon jashmase, sepse nëse më përpara të duhet të hapje një libër, të duhet të kërkoje internetin dhe mund të dilnin gjëra të ndryshme, tani e ke me sekonda informacionin, të paktën kuptimin bazik të secilës letër. Gjithashtu të ndihmon me pjesën e sekretit, nëse ndjen ndoshta një lloj frike apo nuk di se te kush të shkosh për të bërë një lexim të mirëfillt, nëse nuk ke mundësi nga ana financiare dhe do të dish diçka për momentin, mund të marrësh një ide të përgjithshme kur i ke ti vet letrat, jo random, jo kod nga hiçi kur ChatGPT krijon një lexim për ty, sepse kam vënë re që kur krijon një lexim kod, do të thotë që ato informacione që ti i ke dhënë, për çfarë ti i ke treguar me mesazhe apo me zë ChatGPT-s, i merr ato informacione edhe i konverton në një lexim dhe nuk ka asgjë të vërtetë, thjesht po të thotë atë që ti i ke thënë, po ta ripërsërit ty në një formë tjetër. Nëse ti i ke letrat vet dhe vet me intuitën tënde e bën si zgjedhje, i bën letrat, prek me dorën tënde letrat dhe thua, ok, këtë e dua për të shkuarën, këtë e dua për të tashmen, këtë e dua për të ardhmen, mundet që minimalisht të marrësh kuptimin bazik të secilës letër, të orientoj, le të themi. Por ajo çfarë i mungon inteligjencës artificiale që nuk do ta ketë kurrë, është shpirti, po flet me një makinë. E di që mund duket e çuditshme që duhet edhe ta sqaroj këtë pjesë, por shumë persona harrojnë që po flasin me një kompjuter, pra nuk ka anën shpirtërore, nuk ka akses të akashic records apo të dhënave akashike, nuk ka intuit, kjo pjesë mungon, nuk e ka, edhe po ta pyesësh vet ChatGPT do të thotë që jo, nuk e ka këtë pjesën spirituale që një person kur lidhet, një lexues i letrave tarot apo një astrolog kur lidhet me energjinë tënde, sidomos nëse është profesionist, është i apasionuar mbas punës, të dhënat që merr, mesazhet që merr, çfarë i krijohet si ide edhe nga ana vizuale, unë shpesh gjatë leximeve mund të kem një situatë ku mund të më krijohet një gati si një film nga letrat, nga i gjitha mesazhet që marr. Është diçka që nuk e ka dot inteligjenca artificiale. Prandaj përdoreni për të marrë një ide bazike, kujdes me hartat astrologjike, sepse unë kam vendosur të dhënat e mia, e testova disa herë deri në pikën që filloi ChatGPT-a duke më dhënë pak attitude, duke u bërë pak me nerva u acaruar, sepse i thoya, jo, gabim, bëj edhe një herë, e ke bërë gabim. Sepse nuk i gjen të dhënat e sakta, duhet japësh një nga një, për shembull diellin në këtë shenjë, hënën në këtë shenjë, Afroditën në këtë shenjë, Marsin në këtë shenjë, dhe atëherë të thotë të dhëna sigurisht që janë të thjeshta, të dhëna bazike që mund t'i gjesh në çdo libër astrologjie, që mund t'i gjesh edhe online, prandaj për qef, për fun, nëse doni ta testoni, të bëni diçka, provojeni. Okej,
por mos mendoni se po gjeni një rrugë të shkurtër edhe në fakt po merrni një lexim që është i mirëfillt, apo se vërtet po mësoni diçka për veten tuaj. Ka një ndryshim shumë të madh kur ti bën një lexim me dikë dhe personi lidhet me energjinë tënde, me çfarë të dhënash dhe çfarë informacioni mund të t'japi, sesa kur përdor inteligjencën artificiale dhe ato gjëra që di për ty t'i jep si të dhëna, dhe mungon pjesa e intuitës. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj ju thash, përdoreni për gjëra bazike, nëse doni të mësoni kuptimin për secilën letër, po gjithmonë zhvilloni intuitën tuaj, ose zhvilloni vetë intuitën, sa më shumë të lexoni tarot, aq më shumë ti fillon edhe kupton, aq më shumë edhe ti vetë ke një ndjesi në gjërat që po realizon, dhe kur lexon vazhdimisht tarot të ndihmon edhe në përditshmërinë tënde, sepse arrin në një pikë që ti disa gjëra i di, nuk ke nevojë më të hapësh letrat. Letrat janë fillimi. Ti thjesht i ndjen, thjesht e di që kjo është puna e duhur për ty, e di që ky është personi i duhur për ty, të ndihmon jashtë mase edhe me njerëzit kur takon. Është pak problematike se ngelesh pak vetëm, t'ju them të drejtën, sepse mund ta kuptosh shumë mirë kur dikush nuk ka qëllime të mira, apo kur dikush mund të ketë zili apo inat ndaj teje, arrin t'i lexosh njerëzit pa hapur gojën, thjesht në impaktin e parë, thjesht në energjinë e parë që t'japin, ti e di, ti e kupton shumë mirë nëse intuita jote është e zhvilluar, por duhet sigurisht si një muskull, duhet ta stërvisësh, duhet që vetë ti her pas here ta zhvillosh intuitën nëpërmjet meditimit, nëpërmjet përdorimit të tarove, kur merr mesazhe në forma të ndryshme, të kesh besim që mesazhi që ti po merr ti vësh rëndësinë e duhur, pra ajo pjesa e vetdijes, se sa ti e kupton se çfarë po ndodh rreth teje, se asgjë nuk ndodh rastësisht. Të gjitha këto janë shumë domethënëse. Por vetëm dua t'ju them që bëni kujdes, se kam dëgjuar shumë që bëjnë edhe video për këtë pjesë, e përdorin për të parë matricën e fatit, e përdorin për të zbuluar të ardhmen. Këto kanë qenë informacione që gjithmonë kanë qenë të aksesueshme nëpërmjet internetit, nëpërmjet librave, gjithmonë kanë qenë aty. Thjesht njerëzit nuk kanë ditur se si t'i kërkojnë. Tani është pak më e thjeshtë se t'i jep më gati ChatGPT-ja, por nuk është asnjëherë e njëjta gjë. Sidomos ju thash, bëni kujdes në gjërat që ju thot kur ju thot mund të bëj një lexim me letra tarot, mund të hap një letër për ty, sepse ajo është komplet kot, nuk ka intuit, nuk ka asgjë, është diçka që po e krijon nga ajo që ti i ke thënë. Ju uroj fat, ju uroj gjithë të mirat, të gjithëve. Nëse keni pyetje të tjera për këtë temë, apo për çdo gjë tjetër, nëse ti e ke përdorur ChatGPT-n edhe të ka thënë diçka që mund të jetë dukur shumë e çuditshme apo diçka jashtë normales, më tregoni eksperiencat tuaja me një koment, nëse keni pyetje të tjera që doni që edhe unë t'ju kthej përgjigje apo t'i investigoj më shumë. Për çdo gjë më shkruani dhe bashkë të dëgjohemi. Ju uroj gjithë të mirat, një fundjavë të bukur të gjithëve. Mos harroni edhe këtë fundjavë vazhdon oferta për ditën e nënës sot edhe nesër, gjithçka është me 30% ulje, stolit me kristale janë me 30% ulje, leximet janë me 30% ulje, prandaj shfrytëzojeni këtë ofertë sepse është për një kohë shumë të limituar deri të dielën. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.